Elena Pjeshka, është e pa drejt kjo që bëjt, agjat e mi, baba jem, gjyshi jem janë gjadh, do në drejtësi, ju lutëm shumë, kena ardhë për Anglijet, kam kënë saj ke vajzë, kur kam që baba jem atje të pa tokat tona, edhe sot nuk në lanë me ullë atje poshtë. Do në drejtësi, është e drejta jonë. Sot kena ardhë për Anglijet, i na gjadh e kena me ardhë edhe shi, edhe borë, edhe stuhi i da këto. E do na me shku të veni jonë. Nuk në dalon asi gja. Nuk kena me ardhë veç për 15 gusht me ba pushimit na, e me thanë i na shqiptar, ju lutëm do në drejtësi. Vajza jem a gjadh. Agjat e mi tu kjajt, agjat e mi për tokin e tërë. Baba jem në tokë, të qu ambulanca. Gjyshi jem janë të ja hangër dit, janë të ja hangër gjyshi të më dit. Veç për mërzis. Ka le, baba, gjyshi, stërgjyshi, 4 stërgjyshit ka le atje. Edhe sot në thonë se toka nuk a jona, kush ashtaj? Dali këto! Sot do në përgjigje. Sot mu përgjigj shteti, baj thirrje, e dirams, policis, edhe gjukatave. Kanë thanë, mos merrni ligjin në dorë. Mos merrni ligjin në dorë, thotë dirama. Kena polici, kena drejtësi. Ku janë? Ku janë? Mos na detyrojnë agjat e tonë. Me ba gjana si nuk duhet mu ba, ju lutem. Ky shtet ka gjojnë ftyrën e vërtet. Do na drejtësi! Do na drejtësi! Do na drejtësi! Do na drejtësi!